Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Dita e verës ka sjellë atmosferë festive në Gjirokastër, parku i Virojt u mbush me qytetarë të çdo moshe që zgjodhen ta kalonin këtë ditë mes muzikës, lojrave dhe aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga Bashkia e Gjirokastër. Panairi artizanal në kuadër të ditës së verës mblodhi mjeshtër të ndryshëm nga Gjirokastra, të cilët prezantuan punime tradicionale dhe krijime unike. Artizanët theksuan rëndësinë e ruajtjes së traditës dhe mbështetjes për zanatin e tyre. Ky panair jo vetëm që promovoi artizanatin vendas, por dha edhe një vlerë të shtuar në festimet e zhvilluara. Dita e verës solli aktivitete të larmishme edhe në qytetin e Përmetit. Të shumtë ishin ata që zgjodhen ta kalojnë këtë 14 mars në qytetin e Trëndafilave, i cili çeli edhe sezonin e ri turistik 2025. Ndërkaq, pjesë e organizimeve të kësaj feste ishte edhe panairi me produkte tipike dhe artizanale të zonës. Zona e Përmetit me bukurit natyrore, pasurin historike dhe kulturën është kthyer në një magnet për shumë të huaj. Eli dhe Henk janë çifti turistëve nga Hollanda që vizitojnë këto qytet për herë të parë. Ata shprehin vlerësimet e tyre për natyrën, mikpritjen dhe kulinarinë e pasur të zonës. Ju njohim tani më gjerësisht. Dita e verës ka sjellë atmosferë festive në Gjirokastër, parku i Virojt u mbush me qytetarë të shumtë të çdo moshe që zgjodhen ta kalonin këtë 14 mars mes muzikës, lojrave dhe aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga Bashkia e Gjirokastër. Gjirokastra ka festuar ditën e verës me aktivitete të shumta në parkun e Virojt. Qytetarë të shumtë, vegjël dhe të rritur, u mblodhën për të shijuar atmosferën festive ku nuk munguan muzika, lojra dhe argëtimi për të gjithë. Uroj gjithë shqiptarët gëzuar ditën e verës me mbarësi. Gëzuar ditën e verës. Përse keni ardhur në Virua? Të festojmë me fëmijët, me familjen, me të gjithë. Çfarë simbolizon kjo kurora? Ardhin e pranverës, gëzuar gjithëve ditën e verës edhe një behar i mbar për të tërë. Ku do t'ja japësh kurorën? Vajzës. Gëzuar ditën e verës. Përse ke ardhur sot këtu në Virua? Që të shikoj koncertin. Në një intervistë për RTS, kryetari i Bashkisë, Flamur Golemi, thekson rëndësinë e aktiviteteve të tilla për qytetin dhe për fshirjen e komunitetit në to, ndërsa ka përcjell urimet e tij. Në këtë 14 mars kam një urim për gjithë qytetarët e Gjirokastrës, e në veçanti për fëmijët e qytetit, sepse ata shijojnë më shumë këtë ditë të bukur. Është ditë e bukur e ripërtëritjes së natyrës, e zbukurimit natyrës, por patjetër edhe ripërtëritjes të jetës. Gëzuar gjithë ditën e verës. Dita e verës në Gjirokastër solli gëzim dhe energji pozitive, duke u kthyer në një traditë të dashur për banorët dhe vizitorët. Në një mod vere të vërtetë dhe në një atmosferë të gëzueshme, u festua dita e verës në Sarand. Sipas një tradite tashmë disa vjeçare, përveç festimeve individuale, familjare dhe në grup, Bashkia e Sarandës dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve ofruan një program festimesh me muzikë dhe ekspozita pikture, me aerobik klonesh e maskotash dhe me lojra e surpriza verore, sidomos për moshat fëminore. Fëmijët e kopshteve të veshura si mjelma detare performuan numra koreografik për bashkëmoshatarët e tyre, përgatitur enkas për këtë ditë. Suvenirë të dedikuar për ditën e parë të verës ishin në zgjedhjen e blerësve, ofruar nga tezga buzëshetitores. 14 marsi u përjetua si një ditë popullore feste, me shumë variacione, me shëtitje në lungomaren e Sarandës, me kalim orësh të këndshme buz plazheve për gjatë shëtitores, me vizita në muzeun e traditës, interesin e fëmijëve dhe të prindërve, e të roqi sidomos ekspozita me vizatime të fëmijëve, ekspozuar gjithashtu në shëtitoren jashtë galerisë Art Saranda. Edhe neve kemi përgatitur një ekspozitë me vizatime të bukura të fëmijëve të qytetit dhe konkretisht këto zbukurojnë shëtitoren jashtë galerisë tonë që janë dhe këto një duh, një kontribut.
Panairi artizanal në kuadër të ditës së verës mblodhi mjeshtër të ndryshëm nga Gjirokastra, të cilët prezantuan punime tradicionale dhe krijimet unike. Artizanët theksuan rëndësinë e ruajtjes së traditës dhe mbështetjes për zanatin e tyre. Ky panair jo vetëm që promovoi artizanatin vendas, por ju dha edhe një vlerë të shtuar festimeve për këtë ditë. Përveç aktiviteteve festive dhe argëtuese, dita e verës në Gjirokastër solli edhe një panair artizanal ku artizanët vendas prezantuan punimet e tyre tradicionale. Për ta ky panair ishte një mundësi për të promovuar mjeshtërinë dhe kulturën e zonës. Dita e verës përfaqëson ardhjen e pranverës. Në këtë ditë kryesorja është verorja ose manaku, siç i thot zona tonë, kemi bërë gatimet tradicionale të kësaj zone, kemi kulaçin me lek, që të ndahet e fëmijët, se fëmijët gëzojnë sot nga të gjithë, kemi lëngun e thanën, si që thashë në fillim, verorja përbet me dy lloj ngjyrash, e kuqe dhe e bardhë. E kuqja përfaqëson shëndetin, kurse e bardha prosperitetin. Atëherë këtë verore vendosim sot të 14 mars dhe e heqim kur shikojmë dallandyshën e parë. Ne përfaqësojmë shkollën Naim Frashi dhe kemi ardhur me punime piktura, si me pundore dhe me verore me të gjitha dhe sot duam t'ju urojmë të gjithëve gëzuar 14 marsin. Sot këtu kemi ardhur për të reklamuar, për të treguar fëmijëve se çfarë kemi, si mjaltin, si produktet e tjera, si lotrat e ndryshme. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për të gjithë bizneset si punatorët të cilat duan të promovojnë produktet e tyre. Kam marrë pjesë në këtë ditë të verës si çdo vit, me brusilikët edhe me veroret të bëra vetë. Produktet artizanale të ekspozuara shfaqnin një larmi krimesh nga qëndisjet e punuara me dorë deri tek aksesorët e veçantë të frymëzuar nga kultura gjirokastrite dhe jo vetëm. Kam ardhur për të prezantuar punimet e mia handmade. Më shumë sot të preferuara janë veroret, të cilat i punojnë me aksesor të ndryshëm si i dëshirojnë njerëzit. Panairi artizanal, përveç se një hapësirë promovimi, është edhe një mundësi për komunitetin që të njohë dhe të vlerësojë më shumë trashëgiminë e tij kulturore. Interesi i vizitorëve tregon se artizanati vazhdon të jetë një vlerë e çmuar për Gjirokastrën. Dita e verës solli aktivitete të larmishme edhe në qytetin e Përmetit. Të shumt ishin ata që zgjodhën ta kalonin këtë 14 mars në qytetin e Trëndafilave, i cili çeli edhe sezonin e ri turistik 2025. Ndërkaq, pjesë e organizimeve të kësaj feste ishte edhe panairi me produkte tipike dhe artizanale të zonës. Dita e verës në qytetin e Përmetit solli aktivitete të larmishme, duke tërhequr vizitor nga vende të ndryshme të Shqipërisë dhe më gjërë. Ky 14 mars shënoi jo vetëm një festë të rëndësishme popullore, por edhe hapjen e sezonit turistik 2025. E pranishme ishte edhe Ministrja e Mjedisit dhe Turizmit, Mirela Kumbaro. Në Përmet për të 10 vit radhas që unë vi festoj bashkë me përmetarët ditën e verës. Edhe më vjen shumë mirë që kjo traditë e hershme përmetare, që deri dje dinte vetëm Përmeti, kur them deri dje deri para 10 vjetësh, praktikisht sot është kthyer në një ndër stacionet kombëtare të shqiptarëve, të turistëve të huaj që vinë në Përmet për ditën e verës. Është ndoshta nga vendet më të dashura midis Vjosës edhe Malit, ku mund të gjeni vërtet më të mirën e jugut, si për kulinari, edhe për njerëzit dhe për artizanat, prandaj nuk mund të mungoja në vitin 2025, ku praktikisht kam ndërtuar pak nga pak identitetin tim përmetar, të cilin e kam zgjedhur si një ndër gjërat e bukura që ofron qarku i Gjirokastrës. Edhe kryetarja Bashkisë Alma Hoxha uroi për më shumë shëndet dhe begati. Përmetarët gjithmonë festa e verës i gjenë me degën e thanës, me barin e njomë, me verojkat në dorë, me gatimet e mrekullueshme përmetare, por ne prej disa vitesh këtë dashuri jemi munduar që ta sillim këtu tek sheshi kryesor i qytetit, tu themi të gjithëve gëzuar ditën e verës, festën e jetës, të dashurisë, e ku ka më mirë të festosh ditën e verës me njëri tjetrin, duke u përqafuar, duke gëzuar. Sigurisht ne jemi angazhuar maksimalisht bashkë me bizneset vendse që këtë traditë familjare ta sjellim këtu në sheshin kryesor të qytetit. Gëzuar të gjithë përmetarëve ditën e verës, më shumë dashuri, më shumë gëzime në familjet e tyre dhe vetëm bashkësi. Gëzuar.
Aktivitetet e shumta përfshirë koncertet u shoqëruan me një panair të produkteve tipike dhe artizanale të zonës, që pasqyronin mjeshtërinë dhe shijet lokale. Zona e Përmetit me bukurit natyrore, pasurit historike dhe kulturën është kthyer në një magnet për shumë të huaj. Eli dhe Henk janë çifti i turistëve holandez, të cilët vizituan për herë të parë këtë qytet. Ata shprehen të mahnitur nga natyra, mikpritja dhe kulinaria e pasur e zonës. Në këtë periudhë, qyteti i Përmetit dhe rrethinat e tij janë kthyer në një destinacion tërheqës për shumë të huaj. Eli dhe Henk janë dy turistë nga Hollanda që vizitojnë Përmetin për herë të parë. Ata shprehen të mahnitur nga bukuria e këtij qyteti dhe mikpritja e ngrohtë e banorëve. Për ta, Përmeti është një perlë e fshehur që ata do ta mbajnë mend për një kohë të gjatë. Ne kemi kontaktuar një agjensi para se të niseshim, morëm pak informacion për vendet që do të vizitonim në Shqipëri. Na pëlqejnë shumë udhëtimet dhe ky udhëtim ishte ndër më të bukurit. Në Përmet provuam eksperienca të ndryshme, nga qëndrimi në bujtin, udhëtimet të gjata në natyrë, si dhe ushqimet e zonës me një shije fantastike. Njerëzit janë shumë të gatshëm të na ndihmojnë për çdo gjë. Nuk e di nëse do të kthehem sërish në këtë vend, por një gjë është e sigurt, që unë do t'ua sugjeroj miqve të mi në Holland. Henk thot se ndihet i impresionuar nga ushqimi i shijshëm, duke përmendur gatimet tradicionale si byrek, qofte dhe mishin e qingjit, që ofrohet me shumë dashuri dhe kujdes nga vendasit. In Permit it's only 2 days. Emri im është Henk, jemi nga Hollanda. Kam 2 ditë që kam ardhur në Përmet, kurse në Shqipëri 8 ditë. Kemi shëtitur disa vende të tjera në jug, gjithashtu edhe në Tiranë, ku do të kthehemi sërish aty. E adhuroj shumë këtë vend, i qetë e turistik. Njerëzit këtu janë tepër miqësor. Doja të veçoja edhe ushqimin tradicional. Kemi provuar kaq shumë ushqime. Nuk ua di emrat, por shijen e tyre do ta mbaj mend gjatë. Nga mëngjesi deri në mbrëmje gjithçka ishte perfekte. We like everything here. Ky qytet i njohur për bukuritë natyrore, pasurinë historike dhe kulturën e pasur, ofron mundësi të shumta për ata që kërkojnë një eksperiencë autentike edhe të qetë, larg turizmit masiv. Shërbimet e policisë u shkojnë në ndihmë 2 turistëve gjerman të cilët kishin humbur orientimin e rrugës gjatë eksplorimit në mal në fshatin Labove Madhe Odrie. Për shkak të terrenit të vështirë dhe errësirës, shërbimet e seksionit të forcës së posaçme Shqiponja, pas njoftimit të marrë rreth orës 21 nga 2 turistë gjerman, të cilët kërkonin ndihmë pasi kishin humbur orientimin e rrugës gjatë eksplorimit në fshatin Labove Madhe dhe si pasojë kishin mbetur të izoluar në terrenin e vështirë të malit, kanë shkuar në zonë për t'ju ofruar ndihmë. Turistët janë lokalizuar dhe transportuar nga shërbimet e policisë me automjetin e tyre në fshatin Labove Madhe në gjendje të mirë shëndetësore. Ata kanë falenderuar shërbimet e policisë për ndihmën e dhënë në kohë rekord, ndërsa policia e Gjirokastrës mbetet e angazhuar maksimalisht në shërbim të qytetarëve dhe të vizitorëve, gjithashtu i fton ata që për çdo rast nevoje për ndihmë të telefonojnë në numrin pa pagesë 112. Banorët e Lugarit në Dropullin e Poshtën po rindërtojnë me forcat e veta kishën e shenjtores Marina. Ky objekt kulti u doq nga zjarri që ra në malin e gjerë gjatë verës së kaluar. Banorët e fshatit Lugar në Dropullin e Poshtëm prej muajsh kanë filluar ndërtimin e kishës së Marinës, e cila u doq tërësisht nga zjarri masiv që ka rënë gjatë verës së kaluar. Ishin vetë banorët e fshatit, të cilët kontribuan financiarisht për rikëmbjen e kishës shenjtores Marina, kurse kryetari i fshatit, zoti Krisotau, kërkon ndihmën e metropolisës së Gjirokastër, duke qenë i sigurt se brenda korrikut të këtij viti do të ketë përfunduar ndërtimi i kishës. 84 vjeçaria Eftehi Jovani jep kontributin e saj për mirëmbajtjen e objekteve të kultit në fshatin e Lugarit. E dua me gjithë zemër dhe sa mund do ndihmoj akoma. Çfarë bën konkretisht? Çfarë bën për kishën? I pastroj, i stolis me lule, të bëj tjetër. Juve çfarë kërkoni nga banorët e fshatit që të vazhdojnë të investojnë për të rimëkëmbur këtë, për të ringritur godinën e kishës? Kush do ta ndihmoj. Jeni e kënaqur me investimin që kanë bërë deri tani? Kam ardhur kur ishin ustallar këtu, kam ardhur 2-3 herë.
Përveç e Torres Marina, Lugari ka dhe objekte të tjera kulti, siç është ajo e Shën Jorgos në qendër të fshatit. Ambientet e jashtme të kishës së Shën Theodorit në fshatin Frashtan të Dropullit të Poshtëm ka ndryshuar pamje, kjo fal kontributit financiar të zotit Stefan Fane. Objekti i kultit Shën Theodorit në fshatin e Frashtanit është ndërtuar para shumë shekujsh dhe sipas banorëve është shkatruar për herë të parë nga poshtuesit otoman. Më pas është rindërtuar nga banorët, por sistemi totalitar ateist e shkatroi për së dyti. Janë përsëri banorët e fshatit që rindërtuan para 13 vitesh për të ardhur si vjet në rikonstruksionin e ambienteve të jashtme të këtij objekti, fal kontributit financiar të zotit Stefan Fane. E bëra me dëshirë me zemrën time, me dëshirë me familjen e mia. Ora këtë festim do jam gëzuar shumë kjo e bëra. Sa lekë investove? 4 milion. 4 milion lekë. I bëjë thirrje edhe fshatarët e mi që janë kudo në Tiranë, Greqi, Gjermani ku janë, të festojmë, të vëmë ca lekë të tjera, që të rregullojmë kishën e Frashtan që është gati për të rënë, ju bëjë thirrje na ndihmojnë që ta bëjmë sa më shpejt. Investimi i zotit Fani përshëndetet edhe nga Këshilli Kishtari i Frashtanit. Shumë me vlerë, shumë i virë, është patriotik dhe besimtar. Dhe ne bashkëtarët që dojmë këtu me këtë e vlerësojmë lart, sepse ka bërë një vepër me dëshirën e tij dhe me xhepin e tij. Këtë dëshiroj ta kemi dhe ta bëjmë të gjithë bashkëtarët e mi, që nga unë i pari. Banorët e Frashtanit së shpejt do të investojnë për rikonstruksionin e objekteve të tjera kulti në fshatin e tyre. Të nderuar shikues, ishit në minutat e ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru takofshim.